Ju përshëndes, mirë se erdhët. Do të ndalemi në pjesën e parë tek procesi i rivlerësimit, duke qenë se Ministri i Financave Petrit Malaj buri në duke disa ditë më parë në konferencën për mediat se janë arktuar të paktën në një periudhë 4 mujore, janë arktuar gati 3.9 miliard lekë ose rreth $40 milion, cilët kanë treguar interes, le të themi, për këtë proces, qytetarët, bizneset, si shikohet kjo në optikën e atyre të cilët janë profesionistë dhe janë më afër tregut, ndërsa në pjesën e dytë edhe të tretë do të ndalemi pak tek zgjedhjet në Kosovë, se çfarë prodhoi rezultati atje, ka shumë për të diskutuar. Kam kënaqësinë që të kem në studio në këtë pjesë të parë Serve Cura, ekspert i tregut të pasurive të paluajtshme. Përshëndetje, mirë se erdhe. Kënaqësi që erdhe. Do ndalemi pak tek të dhënat e përditësuara, sepse ajo çfarë ju dispononi deri më tani janë të dhënat e bëra publike nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës, që japin deri diku një orientim të interesit të shfaqur nga qytetarët dhe bizneset për të përfituar nga rivlerësimi përkundrejt një norme tatimore 5%. Ministri tha 40 milion euro dhe gati 10.000 qytetarë që janë bërë pjesë e procesit. Apo edhe biznese. Në gjykimin tuaj, si është kjo shifër fillimi? Tani unë kam raportin të cilët ASHK-ja ka publikuar, ka një raport zyrtar të cilët ASHK-ja ka publikuar, ku aty mbartë të dhëna për numrin e njësive pra që janë rivlerësuar dhe sa është norma e tatimit paguar, domethënë sa janë gjeneruar, domethënë. Në fakt më rezultojnë shifrat të tjera deri në periudhë. Po, sepse ministri është referuar të dhënave nga shkurti kur ka hyrë në fuqi nisma deri në maj. Po, unë kam periudhën nga shkurti deri në 27 prill. Dhe më rezultojnë që normalisht interesi më të madh për të rivlerësuar prona e ka pasur Tirana. Domethënë në total janë depozituar dhe janë rivlerësuar 9.532 njësi deri në këtë periudhë, deri në prill, 27 prill. Ky është totali. Nga këto 4.050 i përkasin Tiranës, vetëm Tiranës, që gjeneron edhe në vlerë monetare, gjeneron shumë më të madhe të paguar, domethënë. Dhe ato çka ka publikuar ASHK-ja, domethënë janë vlera diku te 16.8 milion euro, domethënë vlerat e cilat është gjeneruar. Por gjithashtu nga këto plus 9.500 aplikime, të cilët janë mbyllur, paguar nga të gjithë. Po, kemi dhe 2.000, po, janë dhe aplikime të papaguara, janë dhe 5.000 aplikime të tjera, pra qytetarët kanë gjeneruar, kanë bërë aplikime, pra kanë mbyllur procesin e aplikimit, është gjeneruar fatura, por nuk është paguar. Jo që kanë afat deri në fund vitit për të kryer pagesën e faturës. Kjo shpjegon edhe të paktën mospërputhjen e shifrave. Po, ajo mund të jetë vlera, sepse është vlera totale dhe bën sens për shkak se kemi diferencë, domethënë më shumë se gjysma, bëhet fjalë se këto mund të jenë fatura më të mëdha, të cilët, poseduesit e pronës, pronarët, pra, domethënë bëjnë gati faturë, mund të jenë prona të cilat mund t'i kenë në proces shitje dhe deri momentin që të shkojnë në hallkat përfundimtare të shitjes, pra, domethënë mbajnë pezull, gjën, momentin që gjejnë vlerësin e duhur, më pas bëjnë dhe veprimet e fundit, pra shtyrje e detyrimit përmbushja bërja pagesës dhe aplikimi për i kartelës, pra, domethënë në moment që mbyllet aplikimi, vlera e re pasqyrohet në kartelën pasurisë. Ndërkohë, u ndale pak solle në vëmendje që të paktën nga totali aplikimeve, pjesën më të madhe zë Tirana. Sigurisht nuk është rastësi, pas Tiranës rënditet Durrësi, ndërkohë si është përndarja me qytetet e tjera dhe në raport, le themi, me këtë shpërndarje, është si konsiderohet? Qytetet e tjera, atëherë Tirana ka 4.050 aplikime, nëse marrim qytetet e tjera janë diku duke filluar nga 200 aplikime, 300 deri në 500 aplikime, 560 aplikime, për shembull ka qyteti i Vlorës, Elbasani ka 521 aplikime. Durrës Kavaj Kruj ka 1.672 aplikime. Ajo çfarë vëj re unë është që, rivlerësimi u prit shumë mirë, pra ishte diçka që po kërkohej. Kishte muaj që gjithë aktorët e tregut, le të themi, reaguan, po ishin në pritje të rivlerësimit, por unë vërej që prapë është një numër shumë i vogël nëse ne marrim në krahasim me herët e shkuara kur ka qenë rivlerësimi. Nëse referohemi të dhënave, në vitin ku ka qenë periudhën 2011-2013, kur norma e rivlerësimit ishte 1%, janë rivlerësuar mbi 95.000 prona.
për gjatë kësaj periudhe. Normalisht ka qenë 1% ishte tarif shumë e ulët dhe njerëzit ishin më të predispozuar për të bërë investime. Më të interesuar, patjetër. 2016-2017, kur norma ishte 2%, kemi 64.000 prona të rivlerësuara. Dhe periudhën e fundit 2020-2021, që zjati për 2 vite për shkak të pandemisë, kur norma ishte 3%, janë rreth 94.000 prona të rivlerësuara. Pra, në total pronat që janë nështruar dekadës fundit, që janë nështruar rivlerësimit, janë 253.000 prona. Normalisht, ka prona që të cilet janë përsëritur, sepse vlera e tregut të ndryshon. Dikush e ka rivlerësuar pronë 2013-ën, përsëri është nështruar rivlerësimit dhe më pas. Dhe ta krahasojmë këtë me periudhën që jemi në këtë vit, domethënë është shumë e ulët. Shumë e ulët që kjo mund vi për shkak të një sër arsyesh, që unë doja ti konstatoja. Mund të jetë, domethënë një nga arsyet kryesore mendoj që është vlera e lartë e tatimit 5%. Pra, unë vërej ajo çfarë si e lexoj. Edhe gjatë diskutimeve të nismës nga të paktën përfaqësues qoftë të shoqatës, qoftë edhe individualisht ju, keni kërkuar që norma të jetë më e ulët. Dhe unë, ajo çfarë si e lexoj unë këtë shifër, pra numrin e aplikimeve, pse është ka disa arsye, një nga këto thash është norma e lartë, e dyta mund të jetë pronat të cilët janë vlerësuar në fundit, apo pronat të cilët janë vlerë vitet e fundit, dhe nuk diferenca e tregut është shumë e ulët, dhe kështu nuk i nështrohen fare rivlerësimit. Pra njerëz ndonjëherë dikush si se ka ndërmend të shesi, më mirë thotë okay, pres paguaj detyrimi sa është 15%. Pra, domethënë kjo shifër është vetëm persona të cilët unë i shikoj më shumë që janë transaksione, pra domethënë kjo numër janë raportet të mbyllura nga klientët të cilët kanë shitur pronat. Pra, domethënë kanë qenë transaksione të mbartura nga periudha nëntor, dhjetor, janar, shkurt, mars, prill, pra janë këto 5 muaj, domethënë dhe kjo vlerë për bën numrin e transaksioneve. Ishte në pritje. Pra, domethënë deri në këtë periudhë kanë rivlerësuar personat të cilët kanë pasur interes për të shitur pronën. Pra, ato të cilët kanë kryer transaksionin kanë bërë dhe rivlerësimin. Megjithatë, pse lidh, le të themi, me këto faktor, pra faktin që nëse ka pasur këtë interes në këto nivele, të paktën në këto muajt e parë, ka ardhur për shkak të kontratave të lëna pezull në pritje të amnistisë, rivlerësimit përkundrejt një norme tatimore 5%. Edhe ndërkohë e lidh po ashtu këtë lloj ngurimi me faktin që 5% konsiderohet shumë. Edhe nuk është, le të themi, një tatim fort i volitshëm që mund t'i çojë qytetarët drejt këtij procesi. Gjykon që mund të ketë arsye të tjera, pra që do thotë janë muajt e parë dhe ne priremi që përgjithsisht të shfrytëzojmë afatin veçanërisht kur është drejt mbylljes, drejt përfundimit apo skadimit. Sa gjasa ka që qytetarët të presin fundi, dhe tjetra mund të jetë arsye edhe fakti që qytetarët janë më të qartë mbi atë çfarë do të thotë rivlerësimi. Se vitet e kaluara, për shembull, dhe nuk kuptoj. Më shumë ti konsideroj si një proces i detyrueshëm për të bërë, se sa një proces, apo le të themi një rivlerësim në rastin konkret, përkundrejt një tatimi. Qytetarët janë të gjithësuar, pavarësisht se prap ka bëshdoqen informacione, ka shumë bëshdoqen. Ne shikojmë çdo ditë klientët të cilët na drejtohen për të bërë një analizë për pronën e tyre, për të bërë një rivlerësim apo që ofrojnë pronën e tyre për shitje. Dhe aty shikoj bëshdoqet që ato kanë informacion. Por absolutisht është një nga arsyet është që klientët të cilët nuk kanë ndërmend të shesin në këtë periudhë afat shkurtër, do t'i lejmë për në fund. Domethënë kjo është gjë e ditur, do të lidhet me karakterin tonë si shoqëri, që çëm gjëra, dhe unë mendoj që periudha shtator, tetor, nëntor, domethënë 4 muajt e fundit do keni një fluks shumë të madh të personave të cilët do jenë të interesuar, pra që në plan afatmesëm duan të shesin pronën e tyre. Unë do t'i këshilloja që të gjithë duhet i bëjnë rivlerësimin, pra domethënë klientët edhe nëse s'kan ndërmend, domethënë historia ka parë, domethënë unë kam parë raste që përgjithsisht pjesa më e madhe atyre të cilët drejtohen për të shitur një pronë, një banesë, nuk e kanë planifikuar më shumë se sa viti i fundit apo 2 vitet e fundit.
Pra, përgjithsisht janë vendime që merren në plane shumë afat shkurtra. Pra, shpeshherë ti nuk e di se kur do e shesësh pronën tënde. Dhe nuk e dim nëse ky, domethënë, do jetë, po flitet që ky do jetë hera e fundit që të ketë. Fshata e fundit që ndërmerret, nuk e di se çfarë do ndodhë më pas, por të përditësojmë vlerën e banesës. Dhe duke parë ndryshimet që ka pasur tregu, patjetër që është shumë e rëndësishme që të bëjnë rivlerësimin. Dhe përtek kësaj shikoj që qytetarët priren që rivlerësimin të shkojnë gjithmonë e lidhin me referencat e shtetit, që shteti ka sot, dhe janë të predispozuar që të shkojnë drejton te noteri dhe ai t'ju mbyt aplikimin, apo vetë nëse janë mirë me teknologji mund të futen në e-Albania dhe nga aty mund të mbytin procesin e rivlerësimit. Por unë do thoj se ka raste që funksionojnë në këtë formë, sepse dy mënyra të paktën të bëra publike nga Agjencia e Kadastrës janë ose përmes punonjësve të agjencisë, që bëjnë një përditësim të vlerave bazuar në çmimet e referencës, ose përmes profesionistëve në treg të lirë, të cilët mund të bëjnë azhurnimin e vlerës, përditësimin e vlerës, bazuar në çmimet reale që janë sot në treg. Këto të dy janë format e vetme të cilet qytetarët mund të bëjnë rivlerësimin, por rivlerësimi nëpërmjet ASHK-s, pra që mund ta bëjnë vetë, është për mua nuk ka asnjë lloj funksioni, pra, domethënë nuk është në vlerë sepse vlerat e referencës nuk lidhen fare me çmimet e tregut që janë sot. Dhe nëse ti bën domethënë ti ke një hendek shumë të madh nga vlera reale dhe çmimi i referencës. Unë kam rastin e një prone të cilët kam një raport vlerësimi këtu që është një pronë, pra, domethënë se si çfarë përmban raporti dhe sa janë bëhet fjalë për një apartament 74.6 metra katror, të cilat është një pronë e përfituar nga blerja në këtë rast. Që të nxjerrim se ku jemi me çmimin e referencës dhe kjo pronë çmimeve që reale sot. Çmimet reale të tregut. Dhe nëse është një pronë e cila është blerë në vlerën 50.000 euro. Dhe kjo është vlera e regjistruar sot në kartel kësaj prone. Tashmë do të nënshtrohet shitjes dhe normalisht është bërë dhe rivlerësimi kësaj prone. Është bërë rivlerësimi dhe rivlerësimi është bërë në vlerën e tregut, që jemi në vlerën 13.200.000 lekë të reja sot. Pra, dhe kjo pronë ka gjeneruar një tatim sot prej 412.000 lekësh. Kjo është vlera që ka gjeneruar tatim me 5%. Nëse nuk do ishte rivlerësimi, në këtë rast do kishim herë 3 këtë vlerë. Pra, domethënë, ky qytetari për shkak të rivlerësimit sot paguan shumë më pak. Pra, do ishte vlera që duhet paguante ishte 1.200.000 plus 1.200.000 lekë të reja. Pra, por nëse ky qytetar do drejtohej nëpërmjet ASHK-s, pra për këtë sipërfaqe, tatimi që paguan është kaq, pra, diferenca nga çmimi i 412.000 lekë. Po, i shtohen këtu dhe tarifat e aplikimit, pra që ka ASHK-ja, që dhe ASHK-ja ka përditësuar çmimet vitin e shkuar, pra në këtë rast këtu jemi 11.500 lekë janë vetëm tarifë që shkojnë për ASHK-n, pra lëshimi i kartelës së re dhe raporti i rivlerësimit, që edhe këto i shtohen, dhe këto janë plus që i shtohen pra qytetarit tek pagesat, por për shembull duke qenë se ky është rast konkret, Servet, më lejohet që meqense pra është një rast dhe nga i cili në fakt duke e sjell në mënyrë të tillë pra edhe në një formë induksioni, le të themi, për të kuptuar se si funksionon e tëra. Bëhet fjalë për Tiranë, është apartament, sipërfaqja ishte në mos gaboj 74.6 metra katror. 70, po. Është e para herë që i nënshtrohet rivlerësimit, pra që nga momenti që është bërë blerja, me çmimin fillestar 50.000 euro. 50.000 euro, po. Kjo është dhe në çfarë viti është bërë transaksionin për të kuptuar pak se si ka ndryshuar çmimi? Kur është blerë prona? Prona është blerë në vitin 2020. 2020 me këtë vlerë? Më falë, 2018, sorry. 2018, okej, s'kishte nisur kjo rritja ndoshta me këtë ritëm që nisi pas pandemisë kryesisht. Azhurnimi që i bën dhe tregut, një nga këto është dhe arsyeja, domethënë pse duhet bërë rivlerësim pra azhurnimi i vlerave të pronave, pra sa më Pra, për gati 8 vite, vlera e kësaj prone më shumë se sa dyfishuar.
Normalisht është nënshtruar dhe normalisht pronës është shtuar dhe investimi në këtë, kështu që është plus patjetër. Dhe në këtë rast, pra, tatimi nëse kjo pronë atëherë, unë doja të shpjegoj vetëm këtë. Nëse kjo pronë do të bëhej pra pa një studio vlerësimi, pra do bëhej vetë nga klientët të nënshtruar me ASHK-n, vlera e referencës të kësaj prone është 8.600.000 lekë. Pra, dhe momenti që klienti do shkon të ashiste, prap kishte një diferencë shumë madhe nga çmimi i shitjes, çmimi i tregut me çmimi i referencës. Prandaj e shikoj shpesh që qytetarët nuk janë shumë të informuar dhe i drejtohen gjithmonë noterit për ta bërë prase. Mund ta bëj noteri, mund ta bëj vetë, domethënë nëpërmjet plotësimit të formularit për të rivlerësuar pasurinë. Në të tillë gjendje janë gjithë pothuajse të gjithë referencat e Tiranës. Pra, domethënë kanë diferencë shumë të madhe. Ka zona të cilat janë gati dy fishi i vlerës çmimi i tregut me çmimin e referencës. Kështu që prandaj është shumë gjithmonë e këshillueshme që ti drejtojnë një studio vlerësimi në momentin që duan të rivlerësojnë pasurinë e tyre. Megjithatë, për të mbetur te domosdoshmëria që rivlerësimi të bëhet bazuar në çmimet që janë sot në treg, ëh? Qytetarët e Tiranës e kanë këtë mundësi, që do të thotë mund të zgjedhin ose një punonjës të kadastrës ose një, le të themi, studio vlerësimi. Po, studio vlerësimi, një profesionist të lirë. Është e rëndësishme që ta kenë si opsion edhe kadastrën, duke qenë se kanë më pak kosto, duhet thënë edhe kjo. Por në rrethe nuk ka përfunduar ende apo nuk është kryer, le të themi, përditësimi i çmimeve të referencës, edhe në këto kushte këto qytetarë pra janë të detyruar vetëm të kontraktojnë profesionistë, duke qenë se s'mund të kryhet ky proces nga punonjësit e kadastrës. Në rrethe kemi çmimet e referencës janë çmimet e pazhurnuara. Po, mund ta bëj kjo procesin më pak të vakët, në kuptimin mund të ndikoj kjo tek interesi që shfaqin qytetarët në këto zona për të qenë pjesë e procesit, duke qenë se s'mund bëhet nga vetë kadastra? Mendon që mund të ndikoj? Patjetër që mund të ndikoj, patjetër që mund të ndikoj se ndonjëherë qytetarët janë pa informuar, nuk dinë se ku ta gjejnë një studio, ndoshta vlerësimi, në përreth është pak. Shiko, ku bëhet fjalë për pronat, qytetarët janë të prirur që të shkojnë drejtohen tek noteri, sidomos në përrethe. Pra drejtohen aty dhe noteri më pas i orienton se ku duhet të referohen. Në Tiranë është ndryshe, sepse i drejtohen agjencive imobiliare dhe aty marrin informacion të plot pra mbi tregun, mbi pronën se çfarë ndodh. Edhe shpesh herë e marrin më të azhurnuar se ç'mund ta marrin tek noteri përsa i përket çmimit të tregut, çmimit të pronave e gjitha këto. Pra se noteri mbyll anën ligjore dokumentacionit të pronës. Nëse agjencitë kanë një informacion më të plotësuar, pra domethënë jo vetëm anës ligjore, po anës teknike, çmimeve të tregut e gjitha këto. Kështu që për Tiranë shumë e thjeshtë, për rrethën ndoshta patjetër që mund të sjellë këto vështirësitë, pra. Por fakti që ne dalim këtu dhe e themi shpesh, qytetarët duhet na ngjojnë dhe duhet i marrin këto nisma, pra. Të rivlerësimit pasurive të paluajtshme. Megjithatë, e ripërsërisim që ky është një proces vullnetar, që do thotë qytetarët me vullnetin e tyre mund të duan që të përditësojnë vlerën e pasurisë së tyre, që do thotë nëse ka një vlerë që është larg vlerës së reale, është e udhës që të përditësojnë vlerën e saj dhe të paguajnë një tatim që është 5% nga 15 që është në kushte normale për te kësaj fushate. Është mirë për xhepin e tyre. Po, tani duke qenë se të dhënat nga institucioni janë vakta edhe të pakta, lidhur me tipologjinë e ndërtesave, nëse kanë qenë qytetar apo biznese të cilët kanë aplikuar për të përfituar nga amnistia. Nga të dhënat që ju keni si agjenci, çfarë dominon? Edhe kemi të bëjmë me shtëpi private, apartamente, të çfarë moshe kryesisht, janë banesat të cilat janë nështruar më herët të rivlerësimit, si është tipologjia? Normë më të madhe kryesisht e zëjnë ato të cilët kryen më shumë në transaksione, pra janë më shumë në transaksione. Kryesisht janë apartamente, ato çfarë nështrohen rivlerësimit. Si janë më të shumë të numër dhe normalisht aty do jenë më i lartë numri i rivlerësimeve. Por patjetër që ka vila, prona private të cilat ndërtime, privat ndërtesa, pra të cilat le të them mund të jenë certifikuar nëpërmjet procesit legalizimit dhe aty të njihet vetëm kosta e ndërtimit dhe të kenë një diferencë shumë të madhe, pra vlera regjistruar e pronës është shumë e ulët.
Pra, këto janë një nga ato fashat të cilët duhet patjetër që ta bëjnë rivlerësimin. Pra, të gjitha ndërtesat që kanë ardhur nëpërmjet legalizimit duhet ta bëjnë. Të gjitha trojet të cilat janë dhënë, po jepen për ndërtim, pra apo kanë plane që ta japin me një kontratë shkëmbimi për ta zhvilluar të nesërmen, duhet i nështrohen procesit të rivlerësimit. Sidomos në këto raste, sepse ne shikojmë tarifat më të mëdha të tatimit i paguajnë kryesisht pronarët e trojeve. Pra, ka pasur truan dhe më pas e ka zhvilluar dhe nga kjo kontratë shkëmbimi ka përfituar një numër apartamentesh. Por truallin ai e ka marrë më shumë, domethënë nëse është i blerë dhe nëse është i blerë është marrë në një vlerë shumë tulët, pra. Domethënë dhe pothuajse të gjithë vlera e shitjes për të është normë tatimi. Dhe këtu ai ka një diferencë shumë të madhe. Këto janë të parë të cilët duhet të nënshtrohen rivlerësimit. Pronarët e truallit kjo thirrje është më shumë ti për to, për pronarët e truallit, pronat të cilët janë legalizuara, apo pronat të cilat janë blerë shumë herët. Pra, pronat të cilat janë blerë këtu, domethënë para vitit 2015, ka një diferencë shumë të madhe. Dhe këto janë, domethënë, ato të cilët zëjnë peshën më të madhe të numrit të kërkesave për rivlerësim pasurive të paluajtshme. Atëherë, çfarë duhet të ndalesh edhe pak se çfarë, okej, tha më parë, analizuam numrin e raportit të rivlerësimeve të cilat janë zhvilluar këtë vit, në 2026, që këto përbëjnë ndoshta dhe numrin e transaksioneve. Ndoshta është kaq i ulët dhe për shkak se shumica e transaksioneve që kryen sot janë në proces ndërtimi, pra akoma nuk janë të regjistruara dhe ligji i përjashtoi të gjitha pronat të cilët nuk kanë akoma një titull pronësie, pra u diskutua që edhe pronat të cilët janë të regjistruar, nëse do ishin përfshira. Në fushatën e 2022-shit kanë qenë, ato të cilat nuk ishin të pajisura me dokumentin e pronësisë. Dhe të paktën vlera fillestare në këto raste ishte sipas kostos. Pra, mund ta them me bindje çmimeve të bazuar në koston e ndërtimit, që i referoheshin çmimeve për metër katror që aplikohen nga enti kombëtar. Nëse ky ligj do përfshinte pronat të cilët janë në proces legalizimi dhe pronat të cilët janë në ndërtim, pra, por që janë regjistruar të regjistrit veçantë, pra, që ka një kartel po të lëshuar nga SHK-ja, por është regjistri veçantë ku regjistrohen të gjitha lejet, aty dhe pasi regjistrohen lejet, ti mund të bësh regjistrimin e kontratës së sipërmarrjes. Do kishim vlerat, pra numrat, këtu do ishin herë 2. Garantoj për këtë, sepse ka shumë pronë të cilët janë blerë dhe në ndërtim dhe kanë diferencë shumë të madhe nga çmimi i tregut. Dhe këto janë klientë gjithashtu që janë të interesuar për të rritur pra vlerën e regjistruar në kartim. Meqense jemi në minutat e fundit, duke qenë se të dhënat paktën që janë bërë publike diktojnë një të kurrje apo një rënje të numrit të transaksioneve në 6 mujorin e 2 të 2025-s. Lidhet kjo me një rënje të interesit të qytetarëve për të blerë apo për të investuar në tregun e pasurive të paluajtshme, apo lidhet me pritjen e rivlerësimit, sepse kujtoj që ishin muaj në cilët ishte miratuar, pritej që nisma të merrte dritë një shile në qeveri, të më pas okejnë poshtu nga presidentit, votojnë fletoren zyrtare e kështu me radhë. Pastaj udhëzimet në zbatim të nismës. Tregu imobiliar i pëson ndryshimet, nuk i pëson fiks në muajt kur ndodhin ndryshimet, pra do duan të kalojnë disa muaj, i reflekton disa muaj më pas. Dhe ngërçit të cilët u bë në periudhën pra nga shtatori deri në janar të 2026-s, sjell pasojat më pas. Domethënë pasojat janë ky raport që ka dalë së fundmi. Nuk e di fiks vlerat të cilët raporti përmban, por tregu ne shikojmë duke parë çdo ditë terren kërkesat janë po ato që ishin, pra domethënë kërkesa është gjithmonë thjesht blerësi janë bërë çik më të zgjuar, domethënë e shohim më tepër si treg investimesh tashmë pronën, jo si treg ka kaluar qasja, tregu social për mua është bërë shumë e vështirë, ka kaluar nga treg social në treg investimesh, dhe pra më shumë se sa për strahim është për ta shfrytzuar, për ta lënë me qera, afatgjatë ose përmes platformave Airbnb ose Booking, sidomos duke qenë se edhe numri pak në kjo periudhë
sjell edhe më shumë turist, kështu që interesi është vale nxehtë, sidomos për breakdating patjetër. Pra nuk e sheh, nuk e shoh si një gjë shumë negative për të vërtetës. Duhet ta lexoj mirë raportin, por nuk të thash, kjo mund të jetë nga arsyet sepse mund të jetë ky raport për momentin, pra. E qartë, mirë, unë falenderoj sepse kemi rritur në fund. Kënaqësi që ishim ne. Kënaqësi gjithmonë për mua. Edhe për gjitha detajet, informacionet dhe përcjella. Faleminderit shumë. Mirë, ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe do të ndalemi siç e prezantova edhe në nisje të këtij emisioni sot, do të ndalemi në pjesën e 2 dhe 3, do të analizojmë pak situatën në Kosovë, nëse rezultatet e dala nga procesi i zgjedhjeve të së dielës i japin zgjidhje ngërçit politik të shkaktuar atje, ka publicitet dhe rikthehemi.